SPA ka pushuar hetimet ndaj kryebashkiakut të Hasit Miftar Dauti, i cili ishte denoncuar nga 2 kallëzues anonim se nuk ishte shkruar në formularët e dekriminalizimit një dënim të dhënë gjatë diktaturës. Në aktet e dorëzuara e gjykatës së posaçme, prokurori i çështjes Elvin Gokaj ndan të njëjtin qendrim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që gjatë vjeshtës 2024 refuzoi të heqë mandatin funksionarit të bashkisë Has. Kryebashkiaku, i cili gjatë komunizmit ishte internuar bashkë me familje në Berat, u largua nga qendra e internimit dhe kjo solli arrestimin e tij dhe dënimin me 4 muaj burg në repartin e Martaneshit. Prokurori i çështjes Elvin Gokaj kujton një ligj të vitit 91 për pafajësinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve dhe të përndjekurve politik. U thuhet se janë të pafajshëm dhe quhen të padënuar për efekte morale, politike dhe ekonomike dhe gjithë personat e dënuar për krime politike. I denoncuar në SPAK se kishte falsifikuar dokumente duke mos treguar dënimin, kryebashkiaku është pyetur nga SPAK, ndërsa njëkohësisht gjatë kësaj kohe ka administruar një sër shkresash të tjera, të cilat i kanë krijuar bindjen se çështja duhet mbyllur pa akuzë dhe pa ndjekje penale. Dauti shpreh se ishte internuar në moshën 18 vjeçare familjarisht në vitin 1986, po gjatë së cilës ai i shkroi 19 letra Kuvendit Popullor me pyetjen pse isha internuar. Dauti shpreh më tej para prokurorit se në kushtet kur nuk mori përgjigje, vendosi të refuzojë zgjedhjet e përgjithshme të kohës në vitin 1987. Ndaj këtij veprimi, thot më tej kryebashkiaku, ju ngrit akuza e largimit nga vendi i internimit sepse mosvotimi nuk parashikoi si krim në atë kohë. Megjithatë, prokurori ka kryer edhe kërkime të tjera duke pyetur përmes Interpolit nëse ky shtetas kishte apo jo dënime të tjera, prej nga ku ka marrë përgjigjen se 58 vjeçari nuk ka asnjë rekord kriminal. Në përfundim, prokurori thotë se dënimet politike të dhëna gjatë regjimit komunist konsiderohen inekzistente për legjislacionin aktual dhe se ligji i vitit 91 nuk ka vetëm efekte ligjore, por edhe morale. Kjo do të thotë, shton prokurori Gokaj, se vendimet gjyqësore me karakter politik të dhëna nga një regjim diktatorial, despotik, totalitar dhe tiranik konsiderohen të paqena për shtetin demokratik dhe të së drejtës. Sa më sipër, shtetasi Miftar Dauti nuk ka asnjë detyrim ligjor për të deklaruar një dënim të dhënë gjatë regjimit komunist.